Një subjekt privat është ndëshkuar nga policia bashkiake me 20.000 lekë të reja për hedhje të mbetjeve jashtë kontejnerëve. Po ashtu edhe dy subjektet e tjera, për shkelje të kësaj natyre, kanë marrë gjobat përkatëse. Bashkia ka publikuar rastet e ndëshkimit për depozitim të paligjshëm të mbetjeve, duke bërë të ditur se njëri prej subjekteve, mjeti i cilit për të tretën herë brenda të njëjtës ditë, është konstatuar duke hedhur mbetjen në koshat urban të dedikuar për familjarët. Sipas kryetares së bashkisë Emiliana Sako, biznesi në fjalë sipas ligjit duhet të ketë kontratë me një subjekt të licencuar për evadimin e mbetjeve dhe ka shkelur detyrimet ligjore duke përdorur kosha publik. Për të tretën herë brenda ditës shprehet kryebashkiakja, i njëjti mjet i një biznesi, i cili sipas detyrimit ligjor duhet të ketë kontratë me një subjekt të licencuar për evadimin e mbetjeve, ka depozituar mbetjet në kosha urban të dedikuar për familjarët. Jo vetëm kaq, thekson ajo, por gjatë shkarkimit ka tërhequr zvarr me turinat duke i lënë të shpërndara në hapësirat publike. Çdo ditë në qytet ka raste të tilla. Çdo pikë grumbullimi i mbetjeve monitorohet me kamera. Kryebashkiakja Sako i bën thirrje të gjitha bizneseve që të zbatojnë detyrimet ligjore për menaxhimin e mbetjeve, si dhe qytetarët të respektojnë vendimet e Këshillit Bashkiak për depozitimin e mbetjeve në mënyrën dhe vendet e përcaktuara. Vetëm kështu ndërmarrjet përgjegjëse mund sigurojnë një shërbim efikas dhe të rregullt të evadimit mbetjeve. Ndërmarrjet publike dhe policia bashkiake, thekson Sako, do të vijojnë të monitorojnë të gjithë zonat e qytetit dhe do të marrin masa administrative për fshirë vendosje gjobash ndaj çdo subjekti që konstatohet në shkelje të legjislacionit në fuqi. Qyteti është i të gjithëve, mbrojtja e mjedisit është përgjegjësi e përbashkët, përfundon Sako thirrjen e saj në rrjetet sociale.